Miq të dashur të emisionit privé, erdhëm kështu tek pjesa e fundit apo të pathënat e kësaj jave, e cila gjithmonë i takon lajmeve të shkurta dhe të rejave sa i përket artistëve tanë. Çfarë kanë bërë ata e kuptojmë në rubrikën e fundit për sonte. Reperi Bimbima e këngëtari Kurap Shaqiri kanë përgatitur një këngë të re, të cilën do ta lansojnë së shpejti. Kënga tashmë vetë se ka përfunduar dhe realizimi i klipit është në përfundim. Mësohet se kënga ka temë sociale dhe ka të bëjë me situatën në të cilën po jetojmë. Projekti trajton mosmarrveshjet e zonave, të besimeve fetare, të gjinive dhe ato të moshave. Teksti prek shumë fort dhe bindshëm edhe demarkacionin një situatë aktuale e cila përshkruhet në vargjet e Bimit ku thot se për çat pllam tok e çoj Evropën kam. Ky projekt vjen si pasojë zhvillimeve të fundit politike dhe si revolt ndaj premtimeve të politikanëve për shtetin e Kosovës. Pavarësisht se është me agjërim, muaji i shenjtë i Ramazanit nuk po e pengon Ariana Gushin të zhvillojë veprimtarinë e tij prej këngëtari. Madje këto ditë ai ka udhëtuar drejt Bregdetit në Malin e Zi për të filmuar videoklipin e këngës së re. Kënga quhet Emira e Ulqinit dhe është bashkëpunim me shemin e grupit Ilirët. Por Goldi G verës doja bashkangjes edhe një tjetër projekt i cili po ashtu është realizuar në dyshe. Një këngë ritmike me Medën do të jetë në dispozicion të fansave të tyre për vetëm pak ditë. Kur gabon një zemër tjetra, mos me fa. Me coverin për ty, Robert Berisha nisi 2017-ën, pasoj me këngën Të dua derisa ditët e nxehta, po i pret me një krijim muzikor i cili është ende i patitull. Bashkëshorti i Norës është në proces të punës për këngën e radhës e cila do të jetë solo dhe me ritme verore. Kënga është incizuar në Diez Music derisa detajet e tjera nuk janë mësuar ende. Projekti pritet të publikohet së shpejti derisa këngëtari Berisha po pasuron repertorin e tij për ditë më shumë. Pas projektit të fundit, Tikom Fal, Bleta vazhdon ritmin e punës, por kësaj radhe, jo vetëm. Këngëtarja e re, e cila po synon suksesin çdo ditë më shumë, do të vijë në bashkëpunim me reperin MC Kresha. Teksti mban vargje të reperit Bimbima dhe MC Kreshës. Muzika është punuar nga Diez Music, një herët kompania e cila menaxhon artistën në fjalë. Kënga ka ritme verore dhe pritet të lansohet shumë shpejt. Miq të dashur, me këtë ardhje ju them se ishte kjo tëra që kemi përgatitur për ju sonte. Ne shihemi sërish bashkë të shtunën e ardhshme në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Deri atëherë keni kanalin tonë zyrtar në YouTube me emrin Prive Klan Kosova, keni portalin prive.al për më të reja sa i përket fytyrave tona publike. Faleminderit juve, faleminderit sponsorëve tanë të cilët janë Vala 4G, Uji Dum Dum dhe Aeroporti Ndërkombëtar Adem Jashari. Natën e mirë dhe vikend të këndshëm.